Talenti është një kamullje, është një ëndrrim. Po, është një ngacmim. Pa tjetër. Atë si keme e shprejti, ti e shprej me poezinë, e shprej me një tregim, brenda asaj, unë s'mon vje koncentrohet në një 4 orë, një s'mon drejt kanë që i mash, që mundohem me e skjaru atë që kam unë për mrana, por profesionalisht me mënyrët si që janë shprejhet e artit vizual, e cili ka s'mon ka mundësit e pa mundësit e veta. Mundësit e pa mundësit, drejt. Se shumë bukur ishe parti fol me Zefi Milenpave, edhe tha si mundet man një fjale t'ilë s'man që dikush pruni një pjatë, edhe në pjatë ishte gjithë hidhrimi im. A te e thutin poezi. Po me pikturu... Me pikturu pjatë. Se da kuptën është diçka s'man që... Me gjithë, ka kufizimet e mirat e... Ka kufizimet, por amon kur godet, piktura ka një impresion shumë të madh. Është një imazh fiks. Fiks. Po ajo për fat mirë ose mundem të them ka një gjans, ma është një përqindje gjatë këtë karrierës tonë artistike. Në përgjithësi, me që flitet si ma statistikave të artit vizual, ti ke mu njohë për 2-3 imazhe që i ke pikturu. Unë sot mund kem rreth 1500 punë. Po kam me përfunu kja punë një, me kënë very lucky, 2 shumë happy, ashtë të përfundon. Ba me pa kretë, se pa marrim Van Goghun e mbëllë, për i herë thu, Lule Dili, ose Starry Night. Marrën e punë. Ai vetëm, për 87 ditë ka ba 75 piktura në arlë. Që shkojnë me pa dashurën e fëtë. Exact, që për e uveshin, nëse këta një historinë anekdotale, anyway, po, këtë kas më në arti vizual është ndryshe nga artet tjera edhe donë shumë koncentrim, donë... Po menoj që arti, sidomos piktura, edhe poezia, edhe donë një farë turblire, nuk mund të shkoj në arti mod, nuk shkoj në për shpirtrat qetë, menoj unë. Po, nuk është vetëm ajo, në përgjithësi, që me qa menoj unë, me qa shofune, me qa kam pas, rrëth po mundë me thonë, rrëth 5 vjetëve të fundit, që jam kreti koncentru me shumë sistematik në punë. Janë imazhe që unë i njof, edhe i shof gati për ditë. Ba me pa, kretë krimtaria, 5 vjetëve të fundit, është rrëth rodu, jo një ma shumë se 1000 metër nga shtëpia, ose vendet ku jetoj, që kam shtëpinë e dytë në Pennsylvania, në Pocono Mountains, duke të akutën fillën e imazhin që e njef, imazhin që ti që absorbon, e jeton, e përjeton, fillon e absorbon vetje dhe e pasqyron shumë më mirë.